e diel. Dashi, sot nuk është për luftë, por për të kuptuar ku ke gabuar. Një moment qetësie të detyron të shohësh realitetin pa justifikime. Demi, po kërkon stabilitet, por brenda teje ka lëvizje. Një vendim i vogël sot mund të ndryshojë drejtimin e ditëve në vijim. Mos anashkalo. Binjakët, fjalët nuk mjaftojnë më, dikush po pret veprimin nga ty. Nëse vazhdon me premtime, do të humbasësh besimin e dikujt të rëndësishëm. Gaforja, një ditë emocionale që të bën të reflektosh thellë. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet në mendje, jo pa arsye. Luani, kërkon vëmendje, por sot duhet të japësh, jo të marrësh. Një gest i thjeshtë nga ana jote mund të ndryshojë shumë. Virgjëresha, dita të ftonë të lëshosh kontrollin, jo çdo gjë duhet të jetë perfekte, ndonjëherë paqja vjen kur ndalon të analizuari gjithçka. Peshorja, balanca që kërkon fillon nga brenda, një bisedë e sinqertë sot mund të shërojë një marrëdhënie të lodhur. Akrepi, sot ndjen më shumë se zakonisht. Intuita është e fortë, por kujdes të mos e kthesh në dyshim të tepruar. Shiqetari, ke nevojë për qetësi, por mendja nuk ndalon. Një reflektim i thellë të ndihmon të kuptosh çfarë duhet të ndryshosh. Bërciapi, dita të kërkon të dalësh dhe të rishikosh prioritetet. Jo çdo gjë është punë, dikush pret më shumë nga ti në jetën personale. Ujori, një ide e re lind me qetësi, mos e injoro, mund të jetë fillimi një diçkaje të madhe nëse ti vjesh pas. Peshqit, e diela të jep ndjeshmëri dhe qartësi, një e vërtet që ke shmangur del në sipërfaqe, por këtë herë je gati ta pranosh.